Selam aleikum, mos është gabim që e fali një herë akşamin, pastaj e bëj iftarin, të lutem tregom hoxha, Allah të rujt. Amin, Allah të rujt dhe ty, aleikum salam, rahmetullah. Allah i rujt dhe gjithë ata që po e përcjellin këtë video. Nuk jetu bon gabim, por, ta sqarojmë pak. Nëse veç po dën një herë me fal akşamin, masën e me hongër, ushqim, po thonë, është mirë kur të hynë kua, kur të rezone, spaku me hongër një hurë, mëse 2 ose 3, ose nëse s'ke mundësi e pin një tro ujë, edhe fal akşamin. Pastaj hanë bukër. Është një hadith e pejgamberit alayhi salatu wasalam që thotë, nëse është shtru sofra, atëherë më mirë është me ngrënë ushqim se sa me u falë. Pra, atë falem atë ushqim është shtru sofra, ose tjetra. Nëse njeriu e kanë kapë nevojat e tija, nevoja madhe ose nevoja vogël, edhe nga ana tjetër po do më fal, ka thonë mos jepni përparësinë në këto raste, në këto 2 raste e namazit, por ose ushqimi, domethënë, ose shkoni kryeni nevojën. E tash. Te rasti iftarit, cilës më dhon përparësi. Ma mirë është me i dhon përparësi normal ushqimit, bazon që të hadith. Por nëse nuk je i uritur, ulemat kanë thonë s'ka problem, bën iftar me një hurmë 2-3, normal 1 ose 3, se 2 jo, nuk është sunet, ose me ujë. Nëse si e i uritur, edhe mund është më falë shlirë pa presion të mendjes të i mëjtë mend të buka, falu. Çka preferoj unë? Unë preferoj me shku në xhami për iftar, me bo iftar me 3 hurma, me një tro ujë, ashtu unë e veprej, e fali akşamin, kthehem pasaj në shtëpi dhe ha ushqim me antarët e familjes. Këto do ta kisha preferu me i bashku gjitha argumentet, por nëse han iftar, nëse fal namazin, domethënë, edhe pastaj bën iftar, s'ka problem, me kusht që si ti rezoni bile me prish me diçka. Allah të rujt.